Përshëndetje. Mirë se erdhën në episodin e 6 Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin, ku unë çdo javë investoj $60 në Bitcoin. Investimet i bëj ende në MXC, nëse ende s'keni MXC mundeni më regjistru dhe të përfitoni 0 provizioni shitje dhe blerje. Po shkojmë në MXC dhe këtu po shkojmë në Bitcoin, domethënë Bitcoin USD. Çdo herë po shkojmë në market order. Kur do shkojmë në market order, normalisht do të vendosim çmimin që duhet me bë blerjen e Bitcoin. Po shkojmë në buy dhe do të vendosim një çmim. Unë do të vendos çmimin $60. Mundem me pa këtu që orderi jon ka kaluar dhe do të shohim se nuk ka order të hapur dhe këtu do të shohim se kena bërë blerjen e Bitcoin. Këtu kena një sell, do me thonë, para disa minutave unë e kam bërë videon, por për shkak se gabimeve teknike, videoja nuk është incizuar dhe jam detyruar që mas disa minutave të bëj përsëri shitjen e Bitcoinit, për shkak se duhet të jem transparent. Do me thonë, e kam bërë blerjen e Bitcoinit për $60, e kam bërë shitje $60 dhe në këtë video e di që jam duke bërë që tash për momentin përsëri për blerjen e Bitcoinit $60. Duhet të jem transparent për fillim dhe mundeni me pa që gjithçka është në rregull me këtë metodë. Po shkojmë në një javë, po ashtu më në pasje veç bajka, përveç që sot që kam bërë gabim, një muaj po ashtu, kena veç buy. Do të vazhdojmë me teknikën tonë dollar cost average në Bitcoin për 50 javë dhe mas 50 javëve do të shohim se ku kena arrit, a kena arrit qëllimin që të dalim në fitim. Nëse vë pëlqen kjo videoja, mos harroni të bëni subscribe dhe po ashtu like në video. Mirupafshim në videon e radhës.